Një rritëmiri me standarde ndërkombëtare ka ardhur në Kosovë. Të mërkurën është lansuar qendra tregtare multifunksionale Intercity. Ajo do të ketë gjarzit në njësi komerciale për bizneset e jo vetëm qendër, por edhe apartamente e një hotel luksoz. Intercity do të ofrojë 2000 vende pune me lokacion në Arbëri, Prishtinë. Ky do të jetë një projekt unik në krahasim me çdo zhvillim tjetër në vend apo rajon. Intercity do të jetë vlerë shtuar e kryeqytetit dhe vendit tonë. Ky projekt është gjithashtu një dëshmi konkrete kontribut në zhvillim ekonomik dhe social të vendit. Ka kërkesa të shumta të brendeve të njohura e afariste për të qenë pjesë e tij. We have a lot of requests. We hope that we can give the possibility to many tenants, but it's also true that the space is limited. Se ky projekt pasqyron edhe fuqinë dhe vendosmërinë e ndërmarrjeve vendore, tha presidentja e vendit Vjosa Osmani. Po, pasqyron edhe fuqinë dhe vendosmërinë e sipërmarrjes vendore. Kjo qendër po konsiderohet të jetë simbol besimi në potencialin e Kosovës, duke krijuar dhe kontribuar në ekonominë e vendit me standarde më të larta bashkëkohore, e cila pritet që të përfundohet gjatë vitit 2026. 2000 vende pune. Është një qytet brenda qytetit, ku i plotëson gjitha nevojat që ka një komunitet. Po mendoj që brenda vitit 2026 do ta finalizojmë.